Ajo e kuptoi që në kafshatën e parë. Shija ishte e gabuar, jo thjesht e hidhur, por metalike. Një shije që nuk harrohet kurrë, një shije që do të thotë vetëm një gjë: helm. Por ka diçka që Donika Hoxha nuk e dinte. Ajo pa një grua shtatzën, një nuse që nuk e kishte pranuar kurrë, një objektiv të lehtë. Ajo nuk e dinte që Vjosa kishte kaluar vite duke hetuar krime që shumica e njerëzve as nuk guxojnë t'imagjinojnë. Ajo nuk e dinte që Vjosa mund të dallonte helmin, ashtu si të tjerët dallojnë shijen e verës. Dhe definitivisht nuk e dinte që ajo Lug Salc do të zbulonte sekrete të fshehura për dekada. Vdekje të maskuara si smundje, njerëz që heshtën, një e vërtet e errët e mbunuar pas buzëqeshjeve perfekte dhe familjeve të respektuara. Çfarë ndodh kur grabiçari zgjedh viktimën e gabuar? Qëndro deri në fund, sepse kjo histori ka një kthes që nuk do ta shohësh kurrë duke ardhur. Por para se të fillojmë, më shkruaj në komente nga po na shikon. Dhe nëse të pëlqejnë histori të tilla, mos harro të abonohesh në kanalin tim, sepse çdo javë sjell histori që të mbajnë pa frymë. Tani, le të kthehemi në fillim. Gjithçka nisi në një darkë të qetë familjare. Vjosa e kuptoi që diçka nuk shkonte që në momentin kur shija preku gjuhën e saj. Salca sapo kishte kaluar buzët kur një hidhësi metalike, e mpret dhe e huaj i përshkoi gojen. Nuk i përkiste ushqimit, nuk i përkiste një shtëpie, një darkë familjare të qetë si kjo. Trupi i saj reagoi i pari, një ngurtësim i lehtë në fyt, një ndalim i shkurtër i frymarrjes, por fytyra e saj nuk ndryshoi. Ajo qëndroi e qetë. Tryeza ishte shtruar me kujdes në shtëpinë e Donikës, në periferi të Prizrenit, në një dhomë ngrënjeje që mbante një qetësi të rëndë, tipike për familjet e pasura. Tavolina prej druri ishte e lustruar, duke reflektuar dritën e butë të llampës sipër saj. Pjatat ishin të vendosura me përpikmëri, mish i pjekur, byrek i prerë në copa të rregullta, buke freskët, ende e ngrohtë, sallat me vaj ulliri dhe limon. Asgjë e tepërt, gjithçka e kontrolluar. Donika qëndronte në krye të tavolinës, me shpinë drejtë dhe një prani që ndihej pa pasur nevojë të fliste shumë. Ajo kishte atë lloj autoriteti që nuk ngre zërin, por pret bindje. E bëra vetë Salcën, kishte thënë më herët, duke e vendosur përpara Vjosës. Duhet të ushqehesh mirë. Fjalët tingëllonin si kujdes. Tani dukeshin të llogaritura. Vjosa mori gotën e ujit dhe piu një glënçk të vogël, vetëm për të mbajtur e qetë. Përballë saj graniti po fliste me të vllanë për punë, zëra të ulët, të kontrolluar, si gjithçka tjetër në atë dhomë. Askush nuk e vuri re, përveç Donikës. Kur Vjosa ngriti syt, e pa. Donika po e shikonte, jo hapur, jo në një mënyrë që të tjerët do ta kuptonin, por ishte aty, një vëzhgim i qetë, jo shqetësim, jo ngrohtësi, pritje. Vjosa e detyroi veten të merrte edhe një kafshat të vogël, duke lëvizur ushqimin në pjatë që të dukej natyrale. Ajo përtypi ngadalë, duke injoruar shijen, duke shtypur instinktin që po i bërtiste nga brenda. Vitet e disiplinës e mbajtën të qëndrueshme. Nuk reagon derisa të kuptosh. Dora e saj shkoi për një çast tek barku, një gjest i zakonshëm që askush nuk e vuri në dyshim. Foshnja lëvizi lehtë, një kujtesë e heshtur e asaj që ishte në rrezik. Do vi me njëherë, tha ajo qetë, duke shtyr karrigen pa nxitim. Donika pohoi lehtë me kokë. Sigurisht. Korridori jashtë dhomës ishte i qetë. Tingulli i jugëve dhe bisedave të ulta mbeti pas saj, ndërsa ajo shkoi drejt banjës. Hapat e saj ishin të matur, edhe pse pulsi kishte filluar të rritej. Ajo mbylli derën me kujdes dhe e kyçi. Për një moment qëndroi pa lëvizur, duke dëgjuar. Asgjë. Pastaj gjithçka ndryshoi. U përkul mbi lavaman dhe lëvizi shpejt, duke nxjerrë gjithçka që kishte gëlltitur. Shija u kthyre më e fortë, më e rëndë, e pamohueshme. Ajo shpëlau gojen disa herë, por uji i ftohtë nuk mund ta fshinte atë që ajo tashmë e dinte. Kjo nuk ishte gatim i keq. Kjo nuk ishte rastësi. Duart e saj dridheshin lehtë ndërsa hapi çantën. Një çantë e zakonshme që askush në atë tavolinë nuk do ta vinte re. Brenda saj, mes gjërave të përditshme, ishte diçka që shumica e njerëzve nuk e mbajnë me vete në një darkë familjare. Një kesë provash. Ajo punoi me kujdes, fshiu buzët, mori një mostër dhe e mbylli me saktësi. Çdo lëvizje ishte e kontrolluar.
Në mendje shënoi kohën, vendin, rrethanat. Reflektimi i saj në pasqyrë shikonte drejt, duke e bzelt, jo të dobët, e përqendruar. Frymarrja u ngadalsua ndërsa eksperienca e saj mori kontrollin, shtyur emocionet më njanë. Paniku mund të vinte më vonë, tani ishte vetëm qartësi. Dikush e kishte helmuar, dhe jo vetëm atë. Dora e saj u kthye tek barku, duke e prekur lehtë. Ata kishin tentuar të helmonin foshnjën e saj. Kuptimi nuk e tronditi siç duhej, nuk e theu, e mprehu. Ajo hapi derën dhe doli përsëri në korridor. Kur u kthye në tavolinë, fytyra e saj ishte sërish të qetë. U ul, rregulloi pak pjatën dhe mori pirunin. Ushqimi mbeti gothe i patretur, i lëvizur aq sa të dukej sikur kishte ngrënë. Biseda vazhdoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Graniti e pa shkurt. Je mirë? Tha ajo. Thjesht jam e lodhur. Ai pohoi, pa bërë pyetje. Përballë saj Donika e shikoi përsëri. Këtë radhë në fytyrën e saj ishte diçka tjetër, një kënaqësi e fshehtë. Vjosa uli sytë te pjata, ndërsa mendja e saj kishte kaluar tashmë përpara, duke ndërtuar hapat e radhës. Ajo nuk kishte nevojë për më shumë prova për të kuptuar një gjë. Rreziku nuk ishte jashtë, ishte ulur në atë tavolinë me të, dhe dikush aty sapo kishte tentuar ta vriste. Mëngjesi i nesërm ishte më i qetë se ç'duhej. Vjosa u zgjula para lindjes së diellit, shumë përpara se rrugët të mbusheshin me ritmin e zakonshëm të ditës. Apartamenti ishte në heshtje, një qetësi që e bënte çdo tingull të vogël të dukej më i fortë. Zhurma e lehtë e frigoriferit, kërcitja e dyshemes. Ajo ul në buzë të shtratit për një moment, me dorën mbi bark, duke u përpjekur të mbante veten të përqendruar. Në tavolinën pranderës, çanta e saj ishte aty ku e kishte lënë. Brenda saj ishte mostra. Ajo nuk e hapi përsëri. Nuk ishte nevojë. Shija ishte ende e freskët në kujtesë, e qartë dhe e pakundërshtueshme, por instinkti nuk mjaftonte. Asgjë nuk ishte vlerë pa prova. Kur Graniti doli nga shtëpia, ajo ishte tashmë gati. Ai përmendi se do të pinte kafe me të vllain, një gjë e zakonshme. Vjosa pohoi lehtë dhe nuk tha asgjë tjetër, duke pritur derisa dera u mbyll pas tij. Vetëm atëherë lëvizi. Ajri i mëngjesit ishte i ftohtë dhe i pastër, me erën e bukës së freskët që vinte nga një furrë aty pranë. Disa njerëz kishin filluar ditën. Një burr i moshuar po pastronte para dyqanit të tij. Një grua ecte shpejt me çantat e pazarit. Një taksi priste në cep të rrugës. Gjithçka dukej normale. Dhe pikërisht kjo e bënte të ndiejë gabim. Vjosa e mbajti hapin të qëndrueshëm, pa tërhequr vëmendje, me çantën pranë vetes. Mendja e saj ishte një hap përpare, duke analizuar çdo detaj të mbrëmjes së kaluar, pa lejuar emocionet të ndërhynin. Ajo nuk shkoi në ndonjë institucion zyrtar. Në vend kësaj u kthye në një rrugë më të qetë dhe ndaloi pranë një parkimi të vogël pas disa zyrave. Një makinë gri ishte aty. Mirela ishte brenda. Vjosa hapi derën dhe ul pa thënë asnjë fjalë. Dera u mbyll lehtë, duke krijuar një hapësirë ku nuk kishte nevojë për shpjegime. Dukesh sikur nuk e fjetur, tha Mirela duke e parë. Nuk kam fjetur, u përgjigj Vjosa. Për një moment heshtën. Pastaj Vjosa nxori qesen e mbyllur nga çanta dhe e mbajti me kujdes. Dua ta analizosh, pa regjistrim, pa vonesë. Mirela e pa mostrën dhe më pas e pa Vjosën. Çfarë po kërkojmë? Vjosa e pa drejt në sy. Helm. Kaq mjaftoi. Mirela nuk bëri më pyetje. E mori mostrën, e vendosi në çantën e saj dhe ndezi makinën. Do të telefonoj, tha ajo. Vjosa pohoi lehtë dhe nuk tha asgjë tjetër, duke pritur derisa dera u mbyll pas tij. Pritja filloi në atë moment. Orët kaluan më ngadalë se zakonisht. Vjosa u kthye në shtëpi, por nuk mund të rrinte e qetë. Lëvizte nga një dhomë në tjetrën, duke prerë gjëra pa arsye, duke rregulluar sende që nuk kishin nevojë të rregulloheshin. Apartamenti dukej më i vogël, më i ngushtë me çdo minutë që kalonte. Telefoni qëndronte në dorën e saj. Çdo dridhje e bënte të reagonte menjëherë, edhe kur nuk ishte ajo telefonat. Dyshimi u përpoq të hynte. Po sikur të ishte gabim. Po sikur të ishte diçka e tjetër, diçka e padëmshme që ajo e kishte interpretuar gabim. Shtatzënia ndryshon trupin, ndjesitë bëhen më të forta. Njerëzit mund të gabojnë, por jo kështu. Jo me atë shije. Ajo ndaloi pranë dritares dhe pa jashtë. Rruga ishte mbushur me lëvizje, makina, njerëz, zëra. Jeta vazhdonte normalisht. Për të, jo. Dora ju kthye përsëri te barku, me një shprehje të qëndrueshme. Kjo nuk ishte përfunduar, sapo kishte filluar. Kur Graniti u kthye në shtëpi, drita jashtë kishte filluar të zbehej. Apartamenti mbante një ngrohtësi të lehtë mbrëmjeje. Një tenxhere qëndronte mbi sobë, një gatim i thjeshtë që Vjosa e kishte përgatitur më herët, por nuk e kishte prekur.
Aroma e perimeve të zjera dhe bukës së ngrohtë ishte ende në ajër, por duke i e largët, si kur i përkiste një ditë tjetër. Ajo ishte ullur në tavolinë, me duart pranë telefonit, duke pritur. E kishte menduar sakt si do ta thoshte. Qartë, drejt, pa emocione që mund të keqkuptoheshin. Dera u hap dhe Graniti hyri brenda, duke vendosur çelësat pa shumë vëmendje. Duke i lodhur, por i qetë, ende brenda ritmit të zakonshëm të ditës së tij. Nuk e ngrën? Pyeti ai, duke parë ushqimin e paprekur. Të prit aty, u përgjigj Vjosa. Ai pohoi dhe shkoi të lante duart në kuzhinë, duke lëvizur me një zakon të zakonshëm. Për disa sekonda, gjithçka dukej normale. Pastaj, u ul përballë saj. "Çfarë ka?" pyeti ai, duke vënë re më në fund qetësinë e saj të pazakontë. Vjosa nuk hezitoi. Ushqimi mbrëm ishte i helmuar. Graniti nuk reagoi menjëherë. U mbështet pak prapa, sikur po përpiqej të kuptonte atë që sapo dëgjoi. "Çfarë do thuash?" pyeti, me një ton të përmbajtur, por të pasigurt. "E analizova", tha ajo, duke shtyrë telefonin drejt tij. "Etilen glikol, antifriz, dozë vdekjeprullëse." Ai e pa ekranin, por nuk e mori në dorë. "Duhet ketë ndonjë gabim", tha pas pak. "Nuk ka." "Laboratorët gabojnë", vazhdoi ai, tashmën më i sigurt në fjalët e tij. "Ndodh ndotje, ndodh gabim." E kontrollova 2 herë. Graniti nxori një frym dhe tundi kokën. "Kjo nuk ka kuptim, Vjosa." "Ka shumë kuptim." "Jo", tha ai, duke u përkulur pak përpara. "Po thua që dikush u përpoq të vras, në shtëpinë e nënës sime, në një darkë familjare?" "Po." Fjala qëndroi mes tyre, e rëndë dhe e pakthyeshme. Graniti ktheu kokën për një moment, duke kaluar dorën në flok. Kur foli sërisht, zëri i tij kishte ndryshuar. "Je shtatzën", tha me kujdes. "Je nën stres, gjërat ndihen ndryshe, më të forta, ndoshta po interpreton gabim." Vjosa ndjeu një shtrëngim në kraharor, jo frikë, jo panik, diçka më e ftohtë. "E di çfarë kam provuar", tha ajo. "Edhe unë e njoh nënën time", u përgjigj ai menjëherë. Aty ishte. Jo dyshim për situatën. Dyshim për të. "Ajo nuk ka bërë kurrë diçka të tillë", vazhdoi ai, mendon se do të rrezikonte gjithçka, për çfarë arsyeje. Vjosa e pa drejt në sy. "Këtë po përpiqem të kuptoj." Graniti u ngrit dhe bëri disa hapa larg, sikur po përpiqej të kërkonte distancë. "Kjo është serioze", tha ai. "Nuk mund të akuzosh dikë kështu." "Nuk po akuzoj, po them një fakt. Ushqimi ishte i helmuar." Ai u kthye nga ajo. "Atëherë, ta telefonojmë atë", tha. Vjosa nuk foli menjëherë. E dinte si do të shkonte ajo bisedë, por pohoi lehtë. "Telefonoje." Graniti mori telefonin dhe formoi numrin. E vendosi në altoparlant mbi tavolinë. Ra 2 herë para se Donika të përgjigjej. "Granit", zëri ishte i qetë. "Çfarë ka ndodhur?" "Asgjë", tha shpejt. "Thjesht duam të pyesim diçka." Një pauzë shkurtër. "Çfarë?" Vjosa foli para tij. "Ushqimi mbrëm ishte i helmuar." Heshtje. Jo tronditje. Jo hutim. Vetëm një ndalesë. Pastaj Donika psërotiti lehtë. "Vjosa", tha ajo me një zë të butë. "Ti nuk e beson këtë apo jo?" "E analizova", tha Vjosa. "Ku? Nga kush?" "Pa i thënë asgjëndi." "Kjo nuk ndryshon rezultatin." Donika mori frym thellë, sikur po përballej me diçka të lodhshme. "Granit", tha ajo, duke ndryshuar drejtimin. "E di sa e vështirë është shtatzania. Hormonet, lodhja, ndikojnë në mënyrën si e sheh njeri realitetin." Graniti nuk foli. Ajo ka qenë nën presion, ndoshta puna, ndoshta shtatzania. Këto gjëra e lodhin mendjen. Vjosa ndjeu menjëherë ndryshimin. Ishte jo mohim. Ishte manipulim. Ajo mendon se unë do ta dëmtoja, shtoi ajo me qetësi. A e beson këtë? Heshtia e Granitit zgjati aq sa duhej. "Jo", tha më në fund. Pa hezitim. Me bindje.
Vjosa e pa drejt në sy, pa reagim, por brenda saj diçka u vendos përfundimisht. Donika vazhdoi me të njëjtin ton të qetë. Më vjen keq për të, por ka nevojë për pushim. Këto mendime nuk janë të shëndetshme. Graniti pohoi lehtë. Ke të drejtë, tha ai. Vjosa zgjati dorën dhe e mbylli telefonin. Dhoma u mbush me heshtje. Për një moment, asnjëri nuk foli. Pastaj Graniti u ul sërish me një shprehje më të butë për të largët. Duhet të qetësohesh. Do ta zgjidhim, po jo kështu. Vjosa e pa me kujdes. Ai nuk po e mbronte. Po e mbronte idenë e nanës së tij. Unë e kam zgjedhur, tha Vjosa qetë. Ai tundi kokën. Jo. Ti mendon që e kam zgjedhur. Aty gjithçka ndryshoi. Jo kur ai dyshoi të provat. Jo kur vuri në dyshim analizën. Por kur zgjodhi të mos e besonte. Vjosa u mbështet në karrige, me duart mbi bark. Nuk foli më, nuk kishte më çfarë të shpjegonte. E vërteta ishte e qartë tani, jo vetëm për atë që kishte ndodhur, por për atë që po përballej. Ajo nuk ishte vetëm përballë dikujt që kishte tentuar të vraste. Ajo ishte vetëm. Dhe personi që duhet të qëndronte pranë saj, kishte zgjedhur të largohej. Apartamenti dukej ndryshe atë natë. Më i qetë në një mënyrë që nuk sillte paqe. Vjosa nuk e ndezi televizorin. Nuk e preku ushqimin që kishte mbetur në kuzhinë. Heshtja nuk ishte bosh, ishte e përqendruar. Graniti kishte dalë sërish, duke i lënë hapësirë pa e thënë hapur, dhe për herë të parë ajo nuk e vuri në dyshim. Të qenit vetëm i qartësonte gjërat. Ajo ul në tavolinë me laptopin hapur, një blok shënime shpranë dhe një stilolaps më dorë. E njëjta tavolinë ku më herët kishte folur për atë që ndodhi, tani ishte kthyer në diçka tjetër, një vend pune. Ajo nisi me atë që dinte. Donika Hoqa. Mosha. Historiku i martesave. Lidhjet e biznesit. Pronat. Në fillim gjithçka dukej e zakonshme, e rregullt, pa probleme. Një profil që tregonte stabilitet dhe kontroll. Një grua që kishte jetuar me kujdes, pa skandale. Por kjo ishte vetëm sipërfaqja. Vjosa nuk u ndal aty. Filloi të kthehej pas në kohë. Bashkëshorti i parë u shfaq shpejt në të dhëna. Recep Hoxha, një biznesmen i njohur për kohën e tij. Më i madh në moshë se Donika me shumë vite. Dosja ishte e shkurtër. Shkaku i vdekjes, dështim i veshkave. Pa autopsi. Vdekja e klasifikuar si natyrale. Vjosa e shënoi. Data. Mosha. Vend ndodhja. Pastaj vazhdoi. Kaluan disa vite në të dhëna, derisa një emër tjetër i tërhoqi vëmendjen. Ilir Mani. I lidhur përmes motrës së Donikës, edhe ai i vdekur, i njëjti shkak, dështim i veshkave. Pa hetim të detajuar. Ajo ndaloi për një moment, me stilolapsin pezull mbi letër. Një rast mund të ishte rastësi. Dy fillonin të dukeshin ndryshe. Hapi një dritare tjetër dhe filloi të kërkonte më thellë, duke lidhur emra, duke kërkuar lidhje që nuk dukeshin me njëherë. Mori kohë, durim, përqendrim. Pastaj gjeti të tretin, Dritan Pasha, një ish ortak biznesi, jo familje drejt për drejt, por mjaftueshëm afër për të qenë i përfshirë në vendime financiare. Vdekja e tij ishte më e heshtur, më pak e dokumentuar, por gjithsesi e regjistruar. Dështim i veshkave. Vjosa u mbështet lehtë pas, duke parë ekranin. 3 persona, në kohë të ndryshme, me lidhje të ndryshme, me të njëjtin përfundim. Mendja e saj nuk nxitoi në përfundime, nuk kishte nevojë. Filloi të vendoste çdo detaj në vendin e vet, duke ndërtuar një strukturë të qartë. Ajo shikoi datat, nuk ishin të rastësishme. Çdo vdekje kishte ardhur në një moment kur diçka ndryshonte. Trashëgimi, kontroll, ndikim. Pas vdekjes së Recepit, Donika kishte fituar akses në pasurinë e tij. Pas Ilirit, ndikimi financiar kaloi nga ana e saj. Pas Dritanit, vendimet e biznesit u orientuan në favorin e saj. Vjosa ndjeu modelin që po formohej. Mori bllokun dhe filloi të vizatonte lidhje mes emrave, duke shënuar kohë dhe ndryshime. Asgjë nuk dukej e dhunshme. Nuk kishte raportime për krime, nuk kishte dyshime publike, nuk kishte shenja që dikush të kishte luftuar për jetën. Dhe pikërisht kjo ishte ajo që e bënte më të rrezikshme. Ishte e pastër.
shumë e pastër. Dora e saj u ndal për një moment mbi bark. Kjo nuk ishte një veprim i vetëm, nuk ishte impuls, ishte kontroll, i menduar. Ajo u kthyet te të dhënat, duke kërkuar përshkrime mjekësore aty ku ishte mundur. Simptomat përputheshin, përkeqësim gradual, dështim organesh, gjëra që mund të shpjegoheshin si sëmundje nëse askush nuk shikonte më thellë. Pa autopsi. Ky detaj përsëritej. Në çdo rast, Vjosa ndjeu një siguri të qetë. Autopsit nuk shmangeshin rastësisht, shmangeshin me qëllim. Ajo u ngrit dhe shkoi te dritarja. Jashtë qyteti vazhdonte si zakonisht. Makina që kalonin, njerëz që ecnin, dritat që ndizeshin nëpër ndërtesa. Asgjë nuk kishte ndryshuar jashtë, por këtu brenda gjithçka ishte ndryshe. Reflektimi i saj në xham duke i qetë, por mendimet e saj tashmë ishin më të mprehta. Ajo nuk po shikonte vdekje të veçuara, po shikonte një vazhdimsi, një mënyrë veprimi, një sistem që mbështetej në heshtje dhe kohë. Donika nuk kishte vepruar vetëm një herë. Ajo e kishte bërë këtë më herët, e fshehur, e pranuar, e pa dukshme për ata që nuk kishin dëshur të shikonten. Deri tani, Vjosa e mbylli bllokun ngadalë, duke mbajtur dorën mbi të për një moment. Kjo nuk ishte më një dyshim, ishte një sistem, dhe ajo sapo kishte kuptuar vendin e saj brenda këtij. Pasditja tjetër ishte e randë, me një qiell të ulët gri që e mbulonte qytetin, ndërsa Vjosa hyri në kafenen e vogël ku Mirela e kishte kërkuar të takoheshin. Nuk kishte vend për biseda të gjata, vetëm disa tavolina druri, aroma e fortë e kafes dhe zëra të ulët që përziheshin në sfond. Askush nuk i kushtonte vëmendje askujt. Kjo ishte arsyeja pse kishin zgjedhur atë vend. Mirela ishte ulur në cep, me 2 filxhan ekspres përpara dhe një dosje pranë dorës. Dosja ishte e mbyllur, por jo e paprekur. Nuk duhet të rish gjatë jashtë, tha Mirela me zë të ulët, ndërsa Vjosa ul përballë saj. Nuk do të zgjas, u përgjigj Vjosa. Ajo mbajti filxhanin në duar, duke ndjerë ngrohtësinë, por nuk piu. Mirela e shtiu dosjen drejt saj. Fillova aty ku më the, tha ajo, por nuk mbaron aty. Vjosa e hapi ngadalë. Faqja e parë mbante një emër që nuk i tingëlloi me një herë i njohur. Një vajzë e re, në të 20-tat, një foto e thjeshtë, në dritë natyrale, me një shprehje të qetë. Kush është? Pyeti Vjosa. Xheneta, tha Mirela, ka qenë me granitin para teje. Vjosa mbajti sytë mbi faqen. U smur, vazhdoi Mirela, jo me një herë, gradualisht, dhimbje koke, lodhje, hutim. Mjekët nuk gjetën shkak të qartë, zgjati me muaj. Çfarë ndodhi me të? Iku, tha Mirela, u kthyre te familja, asnjë hetim. Vjosa ktheu faqen. Një emër tjetër, një tjetër grua, Sara Krasniqi, foto më e qetë, më e rregullt. Poshtë emrit kishte shënime të shkurtra. Ishte e fejuar me të, shtoi Mirela, para se të vijë ti. Vjosa lexoi në heshtje. Simptoma: ankth, gjendje e rënduar emocionale, vizita në spital. Zyrtarisht u konsiderua krizë nervore, tha Mirela. Pas disa muajsh, vdiq. U mbyll si vetvrasje. Vjosa nuk foli me një herë. Gishtat e saj mbështeteshin lehtë mbi letër. A u hetua? Pyeti ajo. Jo seriozisht, nuk kishte arsye për dyshim. Vjosa kaloi në faqen tjetër. Këtë herë nuk ishte lidhje romantike. Margarita Leka, një dado që kishte punuar për pak kohë në shtëpinë e hoxhajve. Nuk kishte foto, vetëm një përshkrim i shkurtër dhe një shënim se ishte larguar për arsye shëndetësore. Çfarë problemesh? Pyeti Vjosa. Dopsi kronike, nuk mund të vazhdonte punën, më pas qëndroi në shtëpi. Vjosa e mbylli dosjen për gjysmë dhe uli syt për një moment. Këto nuk janë si rastet e tjera, tha ajo qetë. Jo, jo të gjitha. Vjosa ngriti syt. Nuk kanë të vdekur, tha ajo. Jo të gjitha, përsëriti Mirela, por janë larguar. Fjala qëndroi mes tyre. Larguar. Jo të zhdukur në të njëjtën mënyrë, por jo më të pranishëm, jo më një rrezik. Vjosa e hapi sërish dosjen dhe filloi të shikonte faqet më ngadalë, duke i parë ndryshe. Ishin afër tij, tha ajo. Po. Dhe u bën problem. Mirela nuk e kundërshtoi. Ajo nuk e vepron njësoj gjithoherë. Kjo e bën të vështirë të kuptohet. Vjosa pohoi lehtë. Sytë e saj lëviznin nga një emër tek tjetri, duke i lidhur jo nga fundi i tyre, por nga fillimi. Afërsia, ndikimi, rreziku. Këto nuk janë rastësi, tha ajo. Jo, janë zgjedhje. Kafeneja mbeti e qetë për rreth tyre. Dikush përzinte shiqeri në filxhan.
Një karige lëvizte lehtë, tinguj të zakonshëm që nuk kishin lidhje me atë që po flisnin. Vjosa e mbylli dosjen. Kjo është më e madhe se sa mendova, tha ajo. Mirela u mbështet pas. Ti po kërkonte një ratim në vdekje, por kjo nuk është vetëm për vdekje. Vjosa e kuptoi. Është kontroll. Mirela pohoi. Ajo nuk i largon vetëm ata që i dalin përpara. I dobson, i izolon, i bën të zhduken pa zhurmë. Dora e Vjosës shkoi te barku. Dhe kur kjo nuk mjafton, tha ajo qetë, atëherë ata vdesin. Asnjëra nuk foli për disa sekonda. Nuk kishte nevojë. Kjo nuk ishte një seri rastesh të ndara, ishte një sistem që përshtatej. Nëse dikush mund të largohej në heshtje, largohej. Nëse jo, frundi ishte tjetër. Vjosa pa nga dritarja. Drita gri reflektohej në xham. Kjo nuk ishte më vetëm për të. Ishte për të kuptuar sa herë kishte ndodhur dhe sa njerëz kishin kaluar nëpër të pa e kuptuar. Ajo u kthye nga Mirela. Kjo është më e madhe, tha. Kjo është më e rrezikshme, u përgjigj Mirela. Vjosa pohoi ngadalë. Nuk ishte frikë, ishte qartësi. Donika nuk vepronte pa menduar. Ajo vëzhgonte dhe hiqte çdo gjë që e kërcënonte, me kohë. Vjosa foli me zë të qëndrueshëm. Nuk kam të bëj vetëm me dikë që vret. Mirela e pa drejtë. Ke të bësh me dikë që nuk lë asgjë të pampërfunduar. Kuptimi ishte i qartë, dhe tani Vjosa ishte pjesë e kësaj. Shiu filloi pas dite, i qetë dhe i vazhdueshëm, duke trokitur lehtë në xhamat e apartamentit. Vjosa qëndronte në kuzhinë, duke parë ujin që rritse nëpër dritare. Ajri mbante aromën e çajit që ajo kishte përgatitur më herët, por e kishte lënë pa e pirë. Në derë u dëgjua një trokitje. Jo e fortë, jo e nxituar, e qartë. Vjosa nuk lëvizi menjëherë. Vizitat nuk ishin më pjesë e zakonshme e ditës së saj. Fshiu duart me një peshqir dhe shkoi drejt derës, me hapat kujdesshëm. Kur e hapi, ndaloi për një qast. Ishte Katerina. Jashtë ambienteve familjare, ajo dukej ndryshe. Nuk kishte buzëqeshjen e zakonshme, as atë qetësinë e kontrolluar që mbante gjatë darkave. Fytyra e saj ishte e zbehtë, sytë të lodhur në një mënyrë që nuk vinte vetëm nga mungesa e gjumit. Nuk të telefonova, tha Katerina me zë të ulët. Jo, u përgjigj Vjosa. Nuk telefonove. Për disa sekonda heshtën. Zëri i shiut mbushte hapësirën mes tyre. A mund të hyj? Pyeti Katerina. Vjosa u tërhoq menjëherë anash. Katerina hyri brenda, hoqi palltën ngadalë, sikur po përpiqej të fitonte pak kohë. Vjosa i bëri shenjë drejt tavolinës. Ulu. Katerina ul, vendosi duart mbi tavolinë dhe i mbajti aty, duke parë poshtë sikur po përpiqej të gjente fjalët e duhura. Vjosa nuk e nxitoi menjëherë. E dinte që ndonjëherë heshtja është pjesë e rrëfimit. Kam dëgjuar çfarë ka ndodhur, tha Katerina më në fund. Vjosa mbeti e qetë. Nga kush? Nga graniti, u përgjigj ajo. Ai mendon që je e ngarkuar. Fjala qëndroi pezull. Vjosa pohoi lehtë. Po ti? Pyeti ajo. Katerina ngriti syt dhe pa drejt. Unë mendoj që ke të drejt. Fjalët ishin të thjeshta, por ndryshuan gjithçka. Për herë të parë, Vjosa nuk po përpiqej të binte dikë. Pse? Pyeti ajo. Duart e Katerinës u shtrënguan lehtë mbi tavolinë. Sepse më ka ndodhur edhe mua. Hapësira u mbush me një heshtje tjetër. Vjosa u tërhoq me një herë anash. Ulu përballë saj. Më trego, tha ajo. Katerina mori frym thellë. Fillova, isha shtatzën, tha ajo. Para disa vitesh. Zëri i saj ishte i qëndrueshëm. Nuk e kishim treguar shumë, vetëm familjes. Vjosa dëgjonte pa ndërhyrje. U sëmura, vazhdoi ajo. Jo me njëherë. Filloi me lodhje, dobësi. Pastaj u përkeqësua. Nuk mbanta dot ushqim, nuk përqendrohesha dot. Ajo ndaloi për një moment. Mjekët thanë që ndodh, stres, komplikime. Nuk pan më thellë. Vjosa ndjeu një shtrëngim të lehtë në kraharor, por nuk foli. E humba fëmijën, tha Katerina qetë. Fjanët ranë pa dram, vetëm si e vërtet. Më kujtohet shija, shtoi ajo pas pak. Fillimisht e ëmbël, pastaj e gabuar. Dora e Vjosës lëvizi pak mbi tavolinë. Çfarë pive? Pyeti ajo. Një smoothie, u përgjigj Katerina. Ma përgatiti ajo,
Tha që më duheshin vitamina. Nuk ishte nevoja të përmendej emri. Çfarë ndodhi më pas? Pyeti Vjosa. Katerina nxori një frym të gjatë. I thash burrit tim, i thash që diçka nuk ishte në rregull. Dhe? Ai tha që po përballesha me humbjen, u përgjigj ajo, që po kërkoja një arsye. Vjosa e pa drejt. Nuk të besuan. Jo, tha Katerina. Askush. Shiu jashtë u bë më i fortë. Ndalova së foluri për këtë. Ishte më e lehtë. Nuk kishte zemërim në zërin e saj. Vetëm lodhje. Pse tani? Pyeti Vjosa. Katerina hezitoi për një moment. Pastaj hapi çantën. Kam ruajtur diçka. Vendosi një enë të vogël mbi tavolinë. E thjesht, e zakonshme. Nuk dija çfarë të bëja me të, por nuk mund ta hidha. Vjosa e pa i prekur. Sa kohë e ke mbajtur? Që atë ditë? Vite. Pesha e kësaj qëndroi mes tyre. Mendon që është e njëjta? Pyeti Vjosa. Katerina e pa drejt. E di që është e njëjta. Kjo siguri ishte ndryshe. Nuk vinte nga analizat. Vinte nga përjetimi. Vjosa e mori enën me kujdes. Kjo nuk ishte vetëm informacion. Ishte provë. E vërtet, e ruajtur. E para që nuk varej nga fjalët. Duhet vije më herët, tha Vjosa qetë. Katerina buzëqeshi lehtë. E di, tha. Por nuk mendoja që dikush do të më dëgjonte. Vjosa mbajti enën në duar, duke menduar për hapat e ardhshëm. Kjo ndryshonte gjithçka, jo vetëm emocionalisht, por realisht. Kjo është vetëm fillimi, tha Vjosa. Katerina u dreq pak në karrige. E di, tha ajo. Dhe për herë të parë, pesha nuk ishte më vetëm në një person. Tani ishte e ndarë. Rruga drejt Shkodrës ishte e gjatë dhe e qetë, duke u shtrirë mbi asfaltin e lagësht, ndërsa drita e ditës po zbehej. Vjosa ishte ulur në sediljen e pasagjerit pranë Mirelës. Shiu ishte ndalur, por ajri mbetej i rënd dhe i ftohtë. Fushat të zbehta kalonin pranë tyre, shtëpitë të shpërndara në distancë, secila me heshtjen e vet. Nuk folën shumë gjatë rrugës. Nuk kishte nevojë. Gjithçka që kishin mbledhur i kishte sjell deri këtu. Kur arritën në periferi të qytetit, mbrëmja kishte rënë. Ndërtesa që kërkonin qëndronte paksa e veçuar, një godinë e vjetër me mure të zbehura dhe dritare të ngushta. Nuk ishte e braktisur, por mbante një qetësi të rëndë. Ktu është, tha Mirela me zë të ulët. Vjosa pohoi dhe zbriti nga makina. Ajri i ftohtë i preku fytyrën. Ajo e shtrëngoi pallton dhe hodhi një vështrim drejt hyrjes, pastaj hyri brenda. Korridori kishte erë dezinfektanti dhe druri të vjetër. Një dritë e zbehtë ndriçonte sipër tyre, ndërsa ecnin drejt fundit të korridorit. Një infermiere i priti pa shumë fjalë, dukej se i priste. I udhhoqi drejt një dhome të vogël dhe trokiti lehtë para se të hapte derën. Ajo po ju pret, tha. Brenda dhoma ishte e thjeshtë, një shtrat pranë dritares dhe një karrige ku ishte ulur një grua e moshuar, e mbështjell me një batanie të hollë. Flokët e saj ishin të thinjura, trupi i dobët, por syt i kishte të kthjellët. Elena Mitaj. Ajo i pa me kujdes ndërsa hyn. U vonuat, tha zëri i saj. Ishte i qetë. Vjosa u afrua pak. Na duhej të ishim të sigurt, tha ajo. Elena pohoi lehtë. Jeni këtu për të, tha ajo. Nuk ishte pyetje. Po, u përgjigj Vjosa. Elena u drejtua pak në karrige, me lëvizje të ngadalta. E kam pritur këtë ditë, tha ajo. Mirela mbylli derën pas tyre. Heshtja në dhomë u bë më e rëndë. Për vite të tëra, askush nuk pyeti, ose nuk donte të dinte. Vjosa e la të fliste. Ishte shumë kohë më parë, tha ajo. Punoja në shtëpinë e tyre. Atëherë ishte ndryshe, shihje më shumë. Sytë e saj u larguan për një moment. Më kujtohet ajo natë, vazhdoi. Ai ishte ulur në tavolinë, vonë, vetëm. Vjosa u përqendrua. Ajo i solli kafe, si gjithmonë, një ndalesë e shkurtër. Por atë natë shtoi diçka. Fjalët dolën pa hezitim. E pash, tha ajo. Isha në korridor. Dhoma u bë më e ngushtë. Çfarë bëre? Pyeti Vjosa. Shkova në polici, u përgjigj. Dhe? E shënuan, tha ajo.
pastaj asgjë. Nuk kishte zemërim në zërin e saj, vetëm e vërtet. Ai u sëmur, ngadalë, thanë se ishte veshkat. Vjosa dhe Mirela u panë për një moment. Modeli. Fillova të mbaj shënime, shtoi Elena. Ajo hapi një sirtar dhe nxori një tuf letrash të lidhura me kujdes. Fletët ishin të vjetra, por të ruajtura mirë. Nuk i besova asaj që ndodhi, kështu që i shkruajta. Vjosa i mori me kujdes. Data, emra, vëzhgime, çdo gjë e shënuar qartë. Jo hamenxhime, por ajo që kishte parë. Vjosa kaloi faqet, emra të tjerë. Disa i njihte, disa jo, por modeli ishte aty. Ishte vetëm fillimi, tha Elena. Ajo nuk ndalej. Fjalët mbushën dhomën. Për vite, prita. Mendova se dikush do ta kuptonte. Vjosa mbylli letrat ngadalë. Tani po e kuptojmë, tha ajo. Elena e pa gjatë. Ti je ndryshe, tha ajo. Vjosa nuk foli. Nuk kishte nevojë. Mirela shtoi. Do të hapen të gjitha rastet. Do të bëhen analiza. Elena pohoi. Do ta gjejnë. Është ende aty. Nuk kishte dyshim në zërin e saj. Disa ditë më vonë, përgjigjet erdhën. Analizat konfirmuan gjithçka. Gjurmë të njëjta, në disa trupa, e njëjta substancë, e njëjta mënyrë. Nuk kishte më vend për dyshim. Ajo që kishte qenë dyshim, tani ishte fakt, i qartë, i provuar. Vjosa qëndroi në heshtje, duke parë raportin përpara saj. Vitet e heshtjes kishin marrë fund, jo gradualisht, përfundimisht. Kjo nuk ishte më një teori, ishte e vërteta. Mbrëmja e asaj pritje ishte organizuar me kujdes, ashtu si çdo gjë në jetën e Donikës. Shtëpia ndriçohej mbi kodër, me dritaret e mëdha që lëshonin një dritë të ngrohtë, ndërsa të ftuarit mbërrinin një nga një. Makinat të shtrenjta rreshtoheshin përgjatë rrugës së ngushtë, motorët fikeshin dhe dyert mbylleshin qetë. Brenda, atmosfera ishte e kontrolluar dhe e përmbajtur. Muzikë e lehtë në sfond, biseda të ulta, tingulli i gotave. Asgjë e tepërt, gjithçka në vendin e vet. Vjosa qëndroi për një moment pranë hyrjes, para se të hynte. E kishte parë këtë shtëpi më parë, por jo kështu. Çdo detaj ishte i menduar. Dysheme të pastra, tavolina të rregulluara me kujdes, pjata të vogla me ushqim, byrek i prer holl, ullinj, copa të holla mishi të pjekur. Kamerierët lëviznin në heshtje mes të ftuarve, duke mbajtur gjithçka në një qetësi të rregullt. Donika qëndronte në qendër të dhomës, e veshur me elegancë të thjeshtë. Përshëndeste të ftuarit me vetbesim, me qëndrim të drejtë dhe zë të qetë. Dukej si gjithmonë, e kontrolluar, e respektuar. Për disa sekonda, gjithçka dukej në rregull. Pastaj Vjosa eci përpara. Bisedat filluan të bien në zë ndërsa njerëzit e vunë re. Jo aq sa të ndalonin menjëherë, por mjaftueshëm për të ndryshuar atmosferën. Donika e pa menjëherë. Sytë e tyre u takuan në mes të dhomës. Pa habi, vetëm njohje. Vjosa ju afrua me hapa të qëndrueshëm. Pas saj, dy oficerë ndiqnin në distancë, pa u vënë re menjëherë. Buzëqeshja e Donikës mbeti në vend ndërsa Vjosa ndaloi përballë saj. Nuk duhet të jesh këtu, tha Donika me zë të ulët. E di shumë mirë ku duhet të jem, u përgjigj Vjosa. Nuk pati zë të lartë, vetëm tension i përqendruar. Të ftuarit më pranë heshtën. Për çfarë bëhet fjalë? Pyeti Donika. Ende e qetë, por me një vështrim më të mprehtë. Vjosa nuk uli syt. Ka marrë fund, tha ajo. Një ndryshim i lehtë kaloi në fytyrën e Donikës. Donika Hoxha, tha një nga oficerët duke dalë përpara. Jeni nën arrest. Fjalët o përhapën në dhomë. Heshtje. Çdo bisedë ndaloi. Për një moment, askush nuk reagoi. Pastaj gjithçka ndryshoi. Qetësia e Donikës u thye menjëherë, jo ngadalë, por menjëherë. Kjo është absurde, tha ajo me zë të fortë. E dini me kë po flisni? Zëri i saj nuk ishte më i kontrolluar. Nuk mund të hyni në shtëpinë time dhe oficeri e përsëriti pa u ndikuar. Jeni nën arrest. Të ftuarit u tërkoqën, duke krijuar hapësirë pa thënë asgjë. Askush nuk ndërhyri. Vjosa qëndroi në vend, duke parë. Për herë të parë, Donika nuk ishte në kontroll. Ti mendon se kjo provon diçka? Tha ajo duke parë Vjosën. Mendon se ke kuptuar gjithçka? Fjalët e saj ishin të forta, por nën to kishte diçka tjetër. Jo siguri, prision. Oficerët ju afruan dhe i kapën krahët.
Donika kundërshtoi për një moment, jo me forcë, por me mosbesim. Kjo nuk do të zgjas, tha ajo, nuk keni asgjë, por siguria në zërin e saj kishte zhdukur. Tingulli i prangave ishte i lehtë, por i qartë. Dhoma mbeti në heshtje ndërsa ajo u largua. Askush nuk e ndoqi, askush nuk foli. Vjosa qëndroi pa lëvizur derisa dera u mbyll. Vetëm atëherë momenti u bë i plot. Jo fitore, vetëm fund. Gjyqi filloi disa javë më vonë. Pa dram, pa zhurmë. Gjithçka u ndërtua mbi prova. Vjosa ishte aty gjatë gjithë kohës. Salla e gjyqit ishte e thjeshtë, stola druri, mure të ftohta, një vend ku asgjë nuk fshihej pas pamjes. Elena dëshimoi para. Zëri i saj ishte i ngadalt, por i sigurt. Ajo tregoi atë që kishte parë vite më parë. Pastaj Katerina. Ajo foli për shtatzanin, sëmundjen, humbjen, pa teprime, vetëm e vërteta. Mirela paraqiti dokumentet, data, lidhje, fakte. Analizat u paraqitën më pas, rezultatet të njëjta, asnjë dyshim. Donika qëndronte gjatë gjithë kohës e qetë, por ndryshe. Kur Vjosa dëshimoi, ajo foli qartë, shija, mostra, rezultati. Çdo detaj i sakt. Mbrojtja u përpoq të krijonte dyshim. Nuk funksionoi. Struktura ishte shumë e fortë. Kur erdhi vendimi, sala ishte e heshtur. Fajtore. Fjala nuk mbante emocion. Vetëm përfundim. Në çdo akuzë, Donika nuk reagoi me njëherë. Ul në heshtje, pastaj uli syt lehtë. Vjosa e pa nga vendi saj. Nuk kishte ndjenjë fitoreje. Drejtësia kishte ardhur, por nuk kthente asgjë pas. Vetëm kishte nxjerrë të vërtetën në dritë. Dhe këtë herë, askush nuk mund ta mohonte. Apartamenti në Durrës ishte më i vogël se çdo vend ku Vjosa kishte jetuar më parë, por kishte një qetësi që nuk e kishte ndjerë kurrë në hapësira më të mëdha. Drita e mëngjesit hynte butë përmes perdeve të holla, duke u përhapur mbi mobilimin e thjeshtë. Një tavolinë e vogël, 2 karrige, një divan pranë dritares. Asgjë e tepërt. Çdo gjë kishte vendin dhe qëllimin e vet. Vjosa qëndronte pranë sobës, duke trazuar një tenxhere me lëvizje të qeta. Zëri i lehtë i valimit mbushte kuzhinën. Aroma e supës ngrohtë ngrihej në ajër. Pranë saj, një pjatë me bukë të freskët që e kishte marrë poshtë te furra. Pastaj, një lëvizje e lehtë nga krevati i vogël e bëri të kthehej. Eliza po zgjohej. Vjosa la lugën dhe shkoi menjëherë tek ajo. Vajza lëvizi duart e vogla, syti u hapën ngadalë. Nuk kishte nxitim, nuk kishte tension. Vetëm një ritëm i qetë që ishte bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. Ajo e mori në krah dhe e mbajti pak më gjatë se sa ishte e nevojshme. Gjithçka tjetër kishte ndryshuar. Kjo pjesë jo. Pjesa tjetër kishte kërkuar kohë. Gjyqi kishte përfunduar disa javë më parë, por pesha e tij nuk ishte zhdukur menjëherë. Ndihej në mënyra të vogla, biseda që ndalonin kur ajo hynte në një vend, shikime që mbartnin pyetje që askush nuk i bënte me zë. Historia ishte përhapur, si gjithmonë, por për të nuk kishte kaluar. Biseda e fundit me Granitin kishte qenë e shkurtër, pa debat, pa zë të lartë. Ai qëndronte përballë saj, si gjithmonë, por pa atë siguri që kishte pasur dikur. Nuk e pash, kishte thënë ai. Vjosa kishte pohuar lehtë. E di. Nuk kishte më çfarë të thuhej. Besimi nuk rikthehet me fjalë. Ishte thyer në momentin më të rëndësishëm dhe asnjëri nuk u përpoq ta mbulonte. U ndan pa konflikt, duke rregulluar gjërat që duheshin rregulluar, duke folur vetëm kur ishte e nevojshme. Gjithçka u bë me qetësi, por qetësia nuk e bënte më të lehtë. Vetëm e bënte përfundimtare. Vjosa rregulloi batanien mbi Elisën dhe u kthye te soba, duke ulur pak zjarin. Rutina ishte bërë e zakonshme. Veprime të vogla të përsëritura çdo ditë që ndërtonin një stabilitet të ri. Edhe puna kishte ndryshuar. Kur u kthye, nuk ishte më në të njëjtin rol. Ajo që kishte zbuluar kishte hapur një drejtim tjetër. Kishte raste të tjera si ky, të heshtura, të fshehura, të padukshme sepse nuk përputheshin me atë që njerëzit prisnin. Ajo kërkoi një njësi, jo të madhe, jo të dukshme, të përqendruar. Raste ku dëmi qëndronte brenda shtëpive, ku modelet kalonin pa u vënë re, ku heshtja mbronte personin që e shkaktonte.
U desh kohë për miratim, por provat që ajo kishte sjell e bënin të vështirë refuzimin. Tani punonte me një ekip të vogël, hetime të kujdesshme, përparimi ngadalt, pa zhurmë të panevojshme. Nuk ishte për vëmendje. Ishte për të ndaluar ato që kishte ndodhur shumë herë më parë. Pasditja kaloi qetë. Vjosa hëngri në tavolinën e vogël me dorën pranë Elisës që flinte e qetë. Jashtë zërat e qytetit ngriheshin lehtë. Makina që kalonin, njerëz që flisnin. Jeta vazhdonte dhe ishte në rregull. Mbrëmja erdhi ngadalë. Drita u zbeh mbi det. Ajri u freskua. Vjosa qëndronte pranë dritares me Elisën në krah. Hapësira përballë saj ishte e qetë. Ajo nuk mendonte më për Donikën, as për gjyqin. Këto gjëra ekzistonin, por nuk ishin më në qendër. Ajo që mbeti ishte më e thjeshtë. Ajo e besoi veten, edhe kur askush tjetër nuk e bëri. Dhe kjo kishte mjaftuar. Elisa lëvizi lehtë dhe u qetësua sërish. Vjosa e mbajti më fort dhe pa drejt horizontit. Nuk kishte ndjenjë fitoreje, as ndjenjë humbjeje. Vetëm një kuptim i qetë se ajo që duhej të përfundonte kishte përfunduar, dhe ajo që duhej të fillonte kishte filluar. Ajo u largua nga dritarja dhe fiku dritën. Dhoma u mbush me errësirë të qetë. Për herë të parë pas shumë kohe, nuk kishte tension të fshehur. Vetëm qetësi dhe një jetë që ajo e kishte ndërtuar vetë.